Sa i përket e curisë së dhënies së dëmshpërblimit për ish të përndjekurit politik për vitet e burgimit gjatë regjimit komunist, procesi ka mbërritur në këstin e 5, sqaron Zenet Drangu, kryetari i shoqatës së ish të përndjekurve politik në Shkodër, ku përfitojnë. Në kistin e 5 dhe në kistet në vazhdim deri te 8, dikush ka edhe më tepër pa që vazhdon si mos viteve të burgut, përfitojnë të gjithë ata, pra nipa, mesa dhe familjar të parë vllazën motra, prind në përgjithësi kanë vdek, pa kanë me vllazët e motra dhe nipat e mesat përfitojnë. Kurse së nipat nuk përfitojnë. Në Shkodër janë së paku 2600 persona që përfitojnë nga ky proces. Në Shkodër janë 601 që janë të pushkatuar. Pra që të gjithë janë për kistë të 4 dhe të 5. Atëherë janë rreth 2900 të burgosur, për jashtë një 200 që kanë kënë gjallë, pra janë rreth 2600 familjar të burgosur në politik që janë dhe ata të listuar për më marë. Shuma më e fundit e akorduar për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik ishte $10 milion, por së fundmi qeveria shtojnë dhe 4 milion të tjera. Sipas përfaqësuesve të ish të përndjekurve politik, ky fond pritet të rritet sërish në vijim.